Jemi në fshatin Skifteraj të komunës së Vitis, ku siç e shihni këtu është bereqeti i një viti, është mundi i shumë muajve i cili është shkatruar brenda një dite të vetme nga rreshjet e fundit që është në këtë vend. Rreshjet intensive lanë pas pasojat të konsiderueshme në kultura bujqësore, pemishte dhe kopshte familjare. Banorët thonë se dëmet janë të mëdha dhe rikuperimi nuk do të jetë i lehtë. I kom pas mbjella një 2 hektar me pjepër edhe një 7 hektar janë konë shalqerë. Kështu investim kena bon, një konë investim ofër një 3.000 euro, si cilët hektar 1.000 euro, kena bon investimin 3.000 euro, po do me në ka bon që shumë moja që s'disha më thonë për drejtën, për shijet edhe vetë. Do me, të i kom pas ofër 2 hektar 70 me bëston, me ketë ofër 100.000 kg e konë me pjepën edhe me bëston. Pi që saj na bjetojmë, na mërnojmë, si bosh, si fermer, thonë drejtën, pritëm ka ministria më na kompenzu në i sanë, se edhe vjetë na ka ndohë, edhe që kjo, po apet si vjetë, po këtu i në reshjet për zotës, kemë shka bojmë, po si mos na përkrona apet si vjetë qeveria, mos kemë shka dalim me këtë problem, mos vish të poshtë, çdo vjetë të hup, së mbjetojmë edhe na, bili ma mirë po rrimë sa. Këtu nuk merrni më kur gjë, gjithçka ka përfundu me këto rreshje. Valla 99% ka përfundu. Kjo ka tash kona fazën e prodhimit me dalë shitje në treg, tash të e ka shkatru me ketë. Këto edhe me deshti është problem, nuk shitet. Se merë treg, po shatë bojmë tash ka arpi zotit, Allah hajrë. Ju thuani që nëse nuk keni ndihmë, jo ka mundësi që me e lanë komplet bujqësinë. Pasha, besë, unë për veti po flaj, personalisht, nuk kom, që me thonë, jam zhgëny pikse na pune, par vjetë, çdo vjetë që kjo të në ndodhë, treg nuk kena, kur gjë me këtë sanët që ashtu të në ndodhë, sikur me grunë, sikur me këton, me grunin 17 cent, më lëndë, bëshin hajgare me neve, 17 cent s'kiju në, se kom rrinë hala, 15 euro një thes plek nga blej, 3-5-25 kg, 17 cent e ki pas kilën e grunit. Kjo është katastrofe zotit. S'di që ja kanë qitë lapsin. Kena shpresu shumë për që t'albinin shanë, që t'albin babën që e thirëshën, po kë ndo këtë nga ka zhgëny ma shumë se këta qertë. A ka dalë dikush me vizitu? Jo, nuk e kam fjallën për gazetarët, po kështu prej komunës ose për besën jo, as komuna, Allah qasë si komuna, si ata njëjtje mo, Allah pi komunës s'kem kur gja heq. Se di. So ka më ndiku që kjo në ekonominë e ju familjare? Përbes shumë, vallaj përbes shumë, se kom që jëmë veç për para media, po shumë ka më ndiku, se i kena posa na do obligime, kena do fëmije, kena do jetën me sane, për që do kena punu për te sot edhe për me më rrinë dishka, me bo dishka po. Që? O, zat. Rejda. Ti shak në tonë lase që ta shaj prejkit. Tu pjekë. Na këtu i kemi 4 hektar i pjepna, 1 hektar është bostan, 6 hektar i kemi lakna. Djelë si vjetë që ka rrugë breshi, me një vanqët. Domet janë përshive 100%. Përmi 4.000 euro kanë hi këtu. Po du me thonë në fitimi ty në konë që të kolla 20.000 euro. Gjitha me lakna, me pjepri, me bostan. Ne që kjo e viti i tretë, neve që në adoptojnë, asë njëherë kush nuk në ka përgjigjë. Na mes e vjetën, nuk po gëzoj me thonë, veç një 80%, 90%, neve të bëjshve mes e vjetën po më doke këna me përfundu këtë punë. Pra nëse nuk ju mbështesin institucionet, përkahet se ju doni me hek dorë nga bujqësia. Po nuk e kem qare, se nuk kem ka me marmo, ka me mojnë, se na vetëm bërim që ta e kem. Nuk kem bërim qitër. As kënë punë su më kërkon. As nuk e di qysh me një të regu. Na mëngja si qomi, drejt e këto kemna. Përveç dëmeve materiale, në kultura bujqësore, stuhia që përfshiu vendin pati edhe pasoja tragjike. Unë atë momentalisht kom qëllu shpej, jam për Gorbetit, i kom pa këtë qati në shkollës, prej shpijës këtu kër e ka qitën në Voreza, më dhe ka qenë trishtimi malë me pa, për herë të parë kom qëllu. Zdi asë qysh me përshkru. Me të vërtej dishka s'kom menu që mund me ndodhë këto, po natyra gjithka po bajke.
A ka ndodhur më herët, a keni pa raste të tilla? Unë ka ndodhur, po bashkë që këshihona kur s'ka ndodhur. Unë për veti s'kom pa, se unë kom qilu bashkë para derës, e kom pa me sytë me. Pas stuhisë së fuqishme që goditi komunën e Vitis, dëmet në kultura bujqësore janë të mëdha, ndërsa bujqit kanë mbetur me shpresën se do të kompenzohen nga shteti. Drejtori, siç e përmendet, humbjet janë kogja të mëdha, dëmet pas shiut janë kogja të mëdha, po me siguri qytetarët dojnë me ditë a ka mundësi me u kompenzu këto dëme, nëse po çysh është rruga që ata me ditë me ndjek ato rregulla në mënyrë që me fitu kompenzim për dëmet që kanë shkaktuar pas rreshjeve të shiut. Kryetari i komunës ka funksionalizuar komisionin për vlerësimin dhe verifikimin e dëmeve të cilat shkaktohen nga fatkeqësitë natyrore. Komisioni veç ka filluar punën, po çuç e thash edhe më herët, dëmet janë jashtëzakonisht mëdha, tu fillu prej ekonomive familjare deri te kulturat bujqësore apo prodhimet bujqësore. Qytetarët veç kanë filluar me i dërzu kërkesat të tyre në Drejtorinë për Shërbime Publike dhe Emergjenca, të cilat kërkesa më pastaj do të adresohen dhe komisioni varësisht prej numrit të kërkesave derisa të kompletohen gjitha kërkesat për dëmet e shkaktuara, do të dalën në terren për të verifikuar ato. Mandej, si qeveri lokale do ta bëjnë një dokument për vlerësimin dhe kompenzimin e këtyre dëmeve. I njëjti dokument do të shkojë përmes zyrës së kryetarit tek kuvendi komunal dhe pasi që të votohet në kuvendin komunal të Vitis, ne si qeveri lokale do ta dorëzojmë në Ministrinë e Punëve të Brendshme për të kërkuar kompenzimin për qytetarët e komunës së Vitis, të cilët janë të prekur nga kjo stuhi dhe këto rreshje të mëdha të breshrit dhe po e përsëris, kjo është obligim ligjor i qeverisë. Kompenzimi i dëmeve për qytetarët e Kosovës, këtë rast edhe të Vitis, të cilat janë shkaktuar për shkak të fatkeqësive natyrore, është obligim ligjor i qeverisë në bazë të ligjit për fatkeqësitë natyrore. Tani, unë du me bëni digresion. Që është e mundën, qeveria e Kosovës i ka ndodhur 200.000 euro për një fatkeqësi që ka ndodhur dikon në Bosnjë dhe Hercegovinë, ndërsa që nuk ka reaguar ende për gjithë të dëmet të cilat janë shkaktuar në Viti dhe në qytete tjera të Kosovës. Qeveria e Kosovës do të veprojë urgjentisht të marrë mosa konkrete dhe urgjente për kompenzimin e këtyre qytetarëve, për shkak se qytetarët e Vitis janë qytetarë të Kosovës, nuk janë qytetarë dorës dytë. A ka më ndiku mos funksionimi i qeverisë për shtyrjen e kompenzimit të dëmeve ndaj këtyre qytetarëve? Absolutisht nuk ka pengesa ligjore për shkak se qeveria është në detyrë, Ministria e Bujqësisë është në detyrë, Ministria e Punëve të Brendshme është në detyrë, Agjencia për Menaxhimin e Emergjencës është autoritet ligjor i pavarur, i cili funksionon pavarësisht se a është qeveria në detyrë apo jo. Nuk kemi probleme apo pengesa ligjore. I vetmi problem apo pengesë është mungesa e vullnetit nga ana e qeverisë për t'i kompenzuar qytetarët të cilët janë privuar nga drejtat tyre në pronë dhe kapital. Përndryshe që nga viti 2022, asnjë qytetar i Republikës Kosovës nuk është kompenzuar ende nga qeveria, e cila po e përsëris ka obligim ligjor për me i kompenzuar qytetarët e saj. A ka ndaj ekip që ka dalë në terren për me verifiku sa është dëmi, a akoma nuk ka nismë rreth këtyre dëmeve? Për fat keq, ne si qeveri lokale i kemi qenë të vetmuar në menaxhimin e kësaj krize, të kësaj fatkeqësie natyrore që ka ndodhur. Asnjë institucion qendror nuk na ka dalë ndihmë. Jemi përballur me situatë shumë tronë, po bashkë me Policinë e Kosovës, Zjarfiksit, Ekohigjienën, Hidromoravën, po edhe qytetarët që na kanë ndihmuar, kemi arritur që këtë fatkeqësi natyrore me përmbyll me pasojë sa më të vogla, por që nuk kemi mundun që me i evitu krejt pasojat, që thash pasojë kemi në njerëz, në kapital dhe në ekonomi familjare. Për fond, secili qytetar që ka pasur dëme pas këtyre rreshjeve, don me ditë një rrugë më të shkurtë. A ka më pas ndaj njoftim nga ana e komunës që ata kanë ardhur me trokit në dyrë të juja, apo del ekipi në terren me verifiku këto dëme, apo çysh ka më qenë një njoftim sa më i thjeshtë dhe konkret që me dëgju krejt qytetarët e Vitis? Tashmë zyra kryetarit, po edhe unë si drejtor për Shërbime Publike dhe Emergjencë, i kemi vënë të ditën përmes postimeve në Facebook dhe në faqe zyrtare të komunës që qytetarët të cilët janë të prekur nga kjo fatkeqësi do të lajmërohen, të paraqiten pranë Drejtorisë për Shërbime Publike dhe Drejtorisë Bujqësisë dhe më pastaj të gjitha këto kërkesa komisioni do t'i marrë, do t'i vlerësojë, do t'i verifikojë, do të dalë në terren për t'i verifikuar gjithë të dëme dhe në fund do të bëhet vlerësimi i dëmit për secilin qytetar të komunës Vitis dhe i njëjti do të dorëzohet në Ministrinë e Punëve të Brendshme për me përmbyll këtë ciklin e kompenzimit e cila po e përsëris edhe një herë, është e drejtë ligjore e qytetarëve. Kompenzimi nga fatkeqësitë natyrore është e drejtë ligjore e qytetarëve dhe përgjegjëse për këtë punë është qeveria e Kosovës.